Gent Strazimiri, Pyetja e zotit Strazimiri është, a dini ndonjë rast që kryetari i një partie politike dhe kryeministri i një vendi të jetë marrë i pandehur sepse ka zbatuar vizionin e forcës politike që ai drejton dhe programin qeverisës nëpërmjet të cilit është votbesuar nga qytetarët dhe parlamenti. Tani kjo është një çështje konkrete e cila ka kaluar fazën e hetimit paraprak. Çështja është dërguar në gjykim, gjithashtu ka kaluar edhe fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake ka verifikuar edhe akuzat, edhe provat e ngritura por dhe provat e grumbulluara, edhe aktet procedurale të kryera nga ana e prokurorisë së posaçme dhe ka vendosur që çështjen ta çojë për gjykim në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsionin e krimit për korrupsionin dhe krimin organizuar, të shqyrtohet çështja në themel. Gjithë këto pyetje dhe pretendime që ngre zoti Strazimiri i pirkasin seancave gjyqësore që po zhvillohen në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Si ka mundësi që Taulan Balla, kallëzimi penal i të cilit do provua katërcifrisht të ishte i rrem, nuk thirre qoftë ndonjëherë për të pyetur nga SPAK. Është në vlerësimin e prokurorëve të cilët kanë hetuar çështjen penale në fjalë për të konkluduar nëse jemi para kallëzimit të rrem apo para një kallëzimi i cili ka substancë dhe vlerësohet nga ata për qëllimet e hetimit paraprak. Si shpjegohet zoti Dumani që Edi Rama, kryetari i Bashkisë Tiranë dhe Këshillit të Rregullimit të Territorit, i cili vendosi tjetërshimin nga kompleks sportiv në zonë banimi dhe ndërtimi nuk thirre qoftë ndonjëherë të vetme në SPAK, ndërkohë që Sali Berisha, i cili në respekt të parimit të autonomisë vendore, miratoi vendimin e KKRT-s Tiranë merret i pandehur. Edhe kjo i takon shqyrtimit në themel të çështjes para shqyrtimit i cili po bëhet para gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Cila është arsyeja që akoma dhe sot e kësaj dite, është pyetja e tjetër e zotit Strazimiri, kësaj dite ndaj Sali Berishës ka një masë sigurimi për detyrim për të paraqitur 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme, ndërkohë që hetimet kanë përfunduar dhe çështja është dërguar për gjykim. A nuk ka për qëllim që masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore të konfirmojë praninë e personit në territorin e vendit dhe gatishmërinë e tij për t'u përgjigjur në çdo kohë organit procedues. Çfarë qëllimi apo kuptimi ka sot pra masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore? Zoti Strazimiri, kjo masë sigurimi është caktuar me vendim gjykate dhe është po gjykata ajo që mund të vendosë shuarjen e masës sigurimit. Nuk është në tagrin e prokurorisë së posaçme të vendosë shuarjen e një mase sigurimi. Pyetje nga deputeti Besart Qaferi. Pasi zoti Dumani, pas vizitës suaj në Departamentin Amerikan të Shtetit, ju keni zhvilluar një vizitë në Mal të Zi, me kryeprokurorin special të Malit të Zi, zotin Vladimir Novovic, me 9 shtator. Ndërkohë, më 15 shtator kemi pritur në një takim drejtuesin e prokurorisë për krimin organizuar të Serbisë Mladen Nenadic. Pyetjen që kam për ju është, a keni marrë sinjalizime nga Departamenti Amerikan i Shtetit se kartelet serbe dhe malazeze kanë përdorur portin e Durrësit për të kaluar drogë drejt Bashkimit Evropian, apo kanë pastruar para në sektorin e ndërtimit dhe a ka hetime nga SPAK në këto 2 drejtime? Për ta vazhduar, se është e njëjta vazhdim pyetje. Blini Prona, kjo është tira e Edi Ramës, njeriu që ka marrë monopolin leve të ndërtimit në Tiranë dhe në Bregdet e tjerë. Duke qenë se Departamenti Amerikan i Shtetit dhe partnerët ndërkombëtar e shënjojnë Tiranën si një qendër të pastrimit të parave dhe vetë Arben Ahmetaj është shprehur se paratë e bandave pastrohen në ndërtim, a do të nisi një hetim ndaj Edi Ramës për pastrim parash në ndërtim? Lidhur me pyetjen e parë, vizita dhe takimin në Departamentin e Shtetit ka qenë një nga më të mira që kam realizuar dhe kam takuar disa përfaqësues të lartë Departamentit të Shtetit krahas
në të përfaqësues të FBI-s apo dhe të Departamentit të Drejtësisë. Se çfarë është biseduar në këto takime, ne kemi bërë një komunikim me median dhe nuk mund të them asgjë më tepër se ai deklarim, se ai komunikim me median. Patjetër është vlerësuar bashkëpunimi i SPAK me autoritetet ligjzbatuese të Shtetit Bashkuara të Amerikës në luftën kundër krimit transnacional me fokus të veçantë luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe veprat të tjera penale. Por kjo nuk ka të bëjë fare me vizitën time në Malzi, të takimin me prokurorin special të Malzi. Unë përmenda pak kur thash për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të shkëlqyer do ta quaja, me Prokurorinë e Malit të Zi, me Prokurorinë e Kosovës dhe me Prokurorinë e Maqedonisë së Veriut. Me këto dy të fundit, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë, hetimet përbashkëta, skuadrat përbashkëta hetimore, hetime paralele, shkëmbime informacione spontane. Me Malin e Zi kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kryesisht me hetime paralele dhe shkëmbime informacioni, kemi edhe një marrëveshje kuadër e cila normon bashkëpunimin mes nesh dhe Republikës së Malit të Zi. Se ne kemi vërejtur që krimi organizuar shqiptar bashkëpunon ngushtë me krimin organizuar të Malit të Zi, me krimin organizuar serb. Dhe në funksion dhe të asaj që thashe, vetmja mënyrë për të përballur këto grupe strukturore kriminale, këto organizata kriminale është bashkimi i forcave. Dhe ky është qëllimi pse ne bashkë me Malin e Zi bashkëpunojmë ngushtësisht në hetimin e çështjeve që synojnë interesat e dy vendeve tona. Sa i takon vizitës së kryeprokurorit të posaçëm serb, edhe kjo ishte një nevojë për të koordinuar dhe bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme të Serbisë, pasi hetimet tona tregojnë që po krimi organizuar shqiptar bashkëpunon me krimin organizuar serb, kryesisht në trafikimin e kokainës. Dhe pa me ndërmjetësimin edhe të Eurojust, cilin dua ta falenderoj, u mundsua ky takim, u vendosen ura bashkëpunimi dhe fatmirësisht direkt pas këtij takimi filluan bashkëpunimin dhe me çështje konkrete. Para këtij takimi bashkëpunimin ne kishim shumë spontan, shumë të rastësishëm se thua. Tashmë kemi vendosur të tash ura komunikimi, bashkëpunim konkret për çështje konkrete. Funksion të një qëllimi të vetëm që është lufta kundër krimit të organizuar. Pyetje të deputetit Klevis Balliu.